Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori kritika të ashpra nga ndërkombëtarët për mos certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Kësaj, pas kritikave të njëpasnjëshme, Kosova thuhet se do të humbë shumë poena politik në arenën ndërkombëtare. Krijojnë pasoja të drejta për imazhin dhe kredibilitetin e shtetit të Kosovës. Ato krijojnë përshtypjen se vendi ka sfida të mëdha në garantimin e standardeve demokratike dhe të drejtave zgjedhore të komuniteteve pakicë, çka mund të interpretohet edhe si dobësim i integritetit të procesit zgjedhor në tërësi. Mos certifikimi i listës serbe për të qenë në mesin e partive garuese në zgjedhje, po tentohet për të tretën herë me radhë brenda 2025-s. Edhe në 2 rosët e kaluara tani më është praktikë ndërtuar se PZOP-ja ka urdhëruar certifikimin e saj dhe po ashtu edhe ligji, standardet ndërkombëtare, kushtetuta nuk japin asnjë bazë juridike për mos certifikimin e listës serbe. Një situatë e tillë thuhet se do të duhej të përsëritet, sidomos kur tashmë Kosova ka më së shumti nevojë për ndërkombëtarët. Po bëjnë veprime të cilat nuk kanë një fuqi e cila do duhet ta peshtë edhe për rrjedhoj po nxiten reagimet e faktorit ndërkombëtar posaçërisht të aleatëve që për Republikën e Kosovës gjithsesi janë të dëmshme, sidomos në këtë kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për një përkrahje nga faktori ndërkombëtar. Kryetari i listës serbe, Zlatan Elek, një ditë më parë, tha se ka paraqitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kundër vendimit për mos certifikim të partisë së tij.